Dëgjoni ju themi. Ka një rregull në logjik. Në logjikën që mban këtë çështje, humbjen dhe fitimin. I kujt është faji? I Saliut. Mori fund. E të djathtën nuk e ka godit populli, zotëri. E ka goditur Saliu. Populli s'pranon Saliun, Saliu duhet iki. Saliu thotë jam unë. Ata s'dolën votime, ti e di. U bën 40.000 vota që s'dolën votime. Nuk e pranojnë, pseri. Çfarë kërkon të bëj? Është, djotët e mija, është fatkeqësi e madhe, ka qenë fatkeqësi e madhe Saliu që nga 92 deri sot, ta dini. E para nuk luan për Shqipërinë. Se po të luante për Shqipërinë do ishte i kthellët. Kështu që ata që e mbajnë le ta gëzojnë, çfarë them? Pra ju mendoni nëse Berisha nuk do të ishte në drejtimin e Partisë Demokratike, sot Partia Demokratike mund të kishte shanse që mund të kishte fituar këto zgjedhje? 100% fitonte. Gjithë regresi është se s'pranojnë Saliun. Ore zotri, më vjen shumë keq. E djathta në Shqipëri ka qenë parti pro-amerikane. E dini ju këtë apo? Po Saliu është non grata në Amerikë. Ma tregoti, ditë ma shpegosh se ç'është ky kontradikcion? Kjo kontradikt? Edhe njëherë. Këtu, këtu. Qa më bëna të çerçë? Edhe njëherë. Saliu është i djathtë, zotëri, e djathta është pro-amerikane. Saliu është non grata në Amerikë. E kush do ta zgjidhë këtë krizë? Mos e zgjidhë letërinë. Po si është e mundur që nuk arriti dot të fitoj pikë as duke pasur strategun Lasivita nga pas që ka qenë pjesë e fushatës së Trumpit dhe kontratën që realizoi prej 6 milion dollarësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po se pranon shqiptarë, që të bëj. A jeni në vetë, as jeni në vetë? Ku ka vota Saliu këtore? E morja për të thënë që unë u rregullova me Amerikën. Pse se hoqën non gratën? Edhe njëherë. Pse se hoqën non gratën? E para, e dyta, e dini ju që non grata iqet me gjyq? Pse s'vetë të bëj gjyq në Amerikë? Nuk e fiton dot, nuk diskutohet që. Non grata iqet vetëm me proces gjyqësor, zotëri. Ky pse nuk vajte të bënte proces gjyqësor në Washington? Vajti në Francë kë. E marrën ata Pordeska që hodhën poshtë. Ku kishte fuqi Franca të rrëzoj atë sistemin juridik amerikan. Po dallo që pa problemi që ndron, që Saliu duhet të ikte. Që të lejonte të djathtën të vinte në pushtet. Letëri. Po nga ana tjetër, a nuk ju duket pak shumë kontradiktore që kryeministri Edi Rama ka marrë një shumicë të tillë votash, pra Partia Socialiste në këtë rast, ndërkohë që prej ardhjes së tij në pushtet gjysmën e qeverisë e ka në burg dhe është përballur me skandal pas skandali, njëra pas tjetrës, duhet thënë. Çfarë ka votoj populli? Ti tani do vësh pikpyetje për shoqërinë shqiptare me këtë që pyet ti. Nuk akuzon njeri, akuzon popullin shqiptar. Po ta e votuan. Zotëri, keni parasysh një gjë se si e në komunizëm. Pavarësisht që të prekur janë nga komunizmi këtu për fajsinë. Fajsia është individuale, zotëri, nuk është kolektive. Është personale për akuzor, së është kolektive. E akuzuan do ikin në burg, ka marrë fund dhe që. Çfarë i duhet kjo? Let vetë marri pa fajsi në gjykat. Por ama e ka marrë Spaku, dhe Spaku nuk e drejtojmë ne. Qofse ju se dini, po ja u them unë, atë e drejtojmë ndërkombëtarët, nuk e drejtojmë ne Spaku. Si mendoni çfarë do të ndodh me Spakun në 4 vitet e ardhshme në raport me këtë qeveri ku Partia Socialiste do të ketë shumicën? A rrezikon drejtësia e re në këtë rast
pra që mund të ketë një formulë të korrigjimit të saj, apo që mund ta përdorë si mash kryeministri Edi Rama për të goditur kundërshtarët e tij? E para punës duhet të pyesin kush e drejton SPAK-un. Jeni mbrapa me informacion, zotri, si televizion, edhe njëherë. SPAK-u paguhet dhe drejtohet nga Washingtoni, zotri. Ikni sa atje i ka një ekspertët amerikanë, në SPAK. Pas kësaj s'ka më bisedë. Të tjerat janë fantazi, janë kotë. Pra ju mendoni se çfarëdo lloj lëvizje që mund të bëj klasa politike kundrejt SPAK-ut, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të veprojnë menjëherë për ta mbrojtur. Po, e ka deklaruar Blinken, SPAK-un e drejtojmë ne dhe do t'i heqim korrupsionin. Presidenti amerikan, ish presidenti amerikan, deklaroi, e mbani mend, SPAK-un e drejtojmë ne dhe e kemi ngritur që të eliminojmë korrupsionin në Shqipëri. Mori fundin. Çdo bëj politika amerikane, nëse ky godet SPAK-un, ato nuk e di, do ta presim. Po nuk e bën dot. Nuk godet se do godet SPAK. Që ta arrestojnë Ramën? Jeni në vetë asë jeni në vetë. Pastaj Rama ka votuar për SPAK-un. Si s'kutohet. Po të mos donte Partia Socialiste nuk grije SPAK-u, zotri. Do t'jemi realist në bisedë. Ngritë SPAK-un, tani SPAK-u drejtohet nga ndërkombëtar, nga ekspert ndërkombëtar, nuk shkel ligj, pse të shkel ligj? Që jemi normal fare, ata që kanë futur duart të para e popullit i ikin burg. Sa duhet në ata? A mendoni se pas këtyre zgjedhjeve SPAK-u mund të godas element të lartë të politikës shqiptare që mund të ketë dyshime për afera korruptive ndaj tyre, por ndërkohë në këtë listë a mund të përfshihet edhe kryeministri Edi Rama? E ku di unë? Këto janë, kjo zotri quhet hartim. Duhen fakte. Ato e ka SPAK-un dorë, ku di unë. SPAK-u nuk fal askënd. Ta thash kush e drejton, ta thash ekspertët, pa ka fakte do t'i arrestojnë. Nuk më duhet fare më kjo. Ne nuk mund të bëjmë hartime këtu. Unë flas mbi faktet vetëm. Si e shikoni kompozimin e Kuvendit të Ri të Shqipërisë dhe sa do ndikojnë partitë e reja në forcimin e një opozite të re që mund të bëjnë kundrejt kryeministrit Edi Rama? Ja, opozita është e vdekur. Nuk ka. Që do bëhet. Shiko votat që. Shumë brapa. Opozitën nuk ka fituar PS-ja. Ajtë feu. Ka abstenuar Partia Demokratike. A e keni parë votimin. Ka pas 20 e sa mijë njerëz që shkuan në votim. Do më thënë që nuk pranojnë Saliu. Do t'i ke Saliu. Pse e zgjasni muhabetin? Po t'jetë Saliu këta janë në pushtet. Kush është ai që e do më shumë nga gjithë Saliu? Rama. Ka që s'keni kuptuar. Rama, no, pse? Për i në pushtet me të. Po ky ka të lojë fëmijësh. Do t'iki. Tjetër, kishtë zotri sa dhe unë jam punë. Zotin Gjela, dhe pyetje tjetër, kush mendoni se mund ta drejtoj Partinë Demokratike tani në vimësi? Nuk dije. Do shikoj, ma është me votë. Kush ka shumicën, dije. Nisur nga optika juaj, cila mund t'jetë ajo figurë përfaqësuese ose që ka të mbështetje në bazë që të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, apo mendoni se Berisha mund t'ja lërë të bijës së tij Argita Maltezit, pra që të ketë një vimësi familjare në drejtimin e Partisë Demokratike? Nuk di çfarë them, këto janë në fantazi tani. Çfarë them? Kur të dalim do bëjmë analizën. Nuk bëhet në politikë analiza pa dal fakti. Mbani mend nga unë këtë. Patjetër, por dale, analiza. Mund të hedhim dhe hipotezat caktuara. Do t'i gjejmë malari, hipotezat nuk janë fakt. Dëgjoj mua. Pa dal fakti nuk flitet në politikë. Unë të paktën dua faktin. Kur di faktin do ta arsyetoj.